çka e ndihmon një beb një hidroterapi ose një masazh? Se e di që bebat kur kom ardhë dhe kom sjell Akilin, e di që ka pas telashe të mëdha, për shembull anën e qafës njëra ma shkurt, tjetra ma gjatë, ato telashet e nanave që i kemi në fillim, kanë zgjidhje në Vimea dhe çfarë tjera. Po, natyrisht, këto flasëm për disa çrregullime, nëse mund të më quajt, është ky problemi i qafës, ndërsa hidroterapia dhe masazhi janë shumë më shumë se aq. Janë një stil jetesës, dhe më thonë, bebët prej momentit që lindin deri në vitin e parë, sidomos vitin e parë të jetës, kanë ndryshime shumë të mëdha fizike. Dhe më thënë është koha kur mas shumë t'i ka fizike trupi njeriut në vitin e parë të jetës. Dhe këto ndryshime paraqiten në formë të ndryshimeve, sikleteve që mundet me i pas. Kështu që seancat e rregullta të hidroterapisë i rregullojnë imunitetin, rrisin qarkullimin e gjakut, përmirësojnë tretjen, përmirësojnë funksionin e mushkrive për shkak të presionit të ujit në gjak, sepse bebet vendosen në hidroterapi deri në kokë, të më thënë veç koka ju lehet jashtë me një flote. Mandej, mas hidroterapisë na bëj masazh, e masazhi ndihmon relaksimin, gjumin më të mirë, gjithashtu përpos flejnë më njerë pas masazhës. Përpos efekteve fizike, janë edhe efektet emocionale që i kanë edhe bebet edhe prindrit, ose kushdo që i masazhon. Na zakonisht kushdo që na viziton me fëmijët e tyre, i mësojmë edhe qysh me apliku masazhin në shtëpi, sepse ka shumë benefite, shumë përfitime nëse e aplikojnë kujdestarët, prindrit, gjyshërit, tezët, kushdo që kujdeset për fëmin, e krijojnë atë lidhjen emocionale, bebët ndihen më të kuptuara, edhe ndikon, thuhet që fëmijët e cilët janë masazhuar rregullisht si bebe kanë jetën sociale shumë atë mirë. Pastaj edhe kjo telashja e shtrëngimeve në bark të bebes gërqet janë, domethënë përmes hidroterapisë dhe masazhit është mënyra më e mira, sepse është mënyrë më natyrale. Me ju lehtësues. Po, me lehtësues se janë të mundimshme, domethënë.